Joni koni vllazën musliman, ja dy fjali po du me i thon, ja dy fjali me kojder për ketrini, për rinin e kohë sotit, që jarru në fjallët e Zotit, fjallët e Zotit i qitelnuj, e kanë morë model të huj, kanë morë model evropian, ishe ma modern me kon, s'pëjnë erojnë hiq bobenon. Pejgamberi alayhis salam në hadith vërtet ka thonë, qire nonën sa të zholl, mes dy syve puthen boll, sa të muj shoke shoti me i doll, me butësime non sa të mush, ndash se mope ti me u mush, bobenon me i kshir panol, ashtë njësoj si në gjihad me doll, non e bobo kush i kshir, lumë për veti s'ko ma mirë lo këta ta dish, non e shefin mos me ja prish, ka thënë Zotin e Kuran, non e s'as of mos me i thon. Soran si nona ka bajt, sa jeri vogel o ty t'ka dajt, sa jer notën me ty ka kajt, sa jer në gjipën alt ka majt, a jer me ndjolla ke harru, shumë ka jek nona e ka duru, e me s'komjet ka shkollu, krejt me kona ty t'ka rrit, sa her nder nona ty t'ka prit, e sa her ti kur je vanu, pa ty sofrën se ka shtru, gjdo ka shate ka ndo me ty, qysh pra fjallën me jakfir. Non e bab kush nuk ingon, Allahu atë nuk e don, e rahmet për ta nuk lëshon, edhe rëskun janë dalon, kur t'vjen koha vaznit me udo, mos t'u i nona shiqir sumro, se një dua nona me bo, dyrë të qeli ko, kur hajrë veti s'ke me i po, as ket jet as në dunjo. Për gono more djall, gardit mirat mos me i nal, pasuri krejt me ja fal, non e soke shos mu me i dal, ndash ti nonën për me gzu, ndash pleqnin me ja letu, ndash ti e gat me ja garu, me fjall qia mos me ranu, as njer mos me i dhnu, se gjithmon nuk o mërnu, një kjer nona me turu, put mas miri kan me qu, një dua nona me bo, as një t'keqe s'ke me po, e lumë kush nona si ban hizmet. Zati jesh për bleftë i non, hajde va me gjenete. Joni koni vllazën musliman, ja dy fjali po du me i thon, ja dy fjali, me kojder për ketrini, për rinin e kohë sotit, që jarru në fjallët e Zotit, fjallët e Zotit i qitelnuj, e kanë morë model të huj, kanë morë model evropian, ishe ma modern me kon,
s'bëjnë erojnë hiq babenon. Pejgamberi alej selam në hadith vërtet ka thonë, qire nonën sa të zhjallë, mes disyve puthen ballë, sa t'muj shake shoti me i dalë, me buzime non sa t'mush, ndash se mo peti me umush, babenon me i kshir panal, ashtë njësoj si në gjihad me dalë, non e bobo kush i kshir, lumë për veti s'ko ma mirë lo këta ta dish, non e shefin mos me japrish, ka thon Zotin e Kur'an, non e as of mos me i thon. Zoran si nona ka bajt, sa jeri vogel o ty t'ka lajt, sa jer notën me ty ka kajt, sa jer në gjipën alt ka majt, a jer me në djala ke haru, shumë ka jeki nona e ka duru, e me s'kom jet ka shkollu, krejt me kornë ati t'ka rrit, sa her ndër nona ty t'ka prit, e sa her ti kur je vanu, pa dy sofrën se ka shtu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falënderojmë, atë e madhrojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, fushata e radhës në profilin Aje Musliman Konfirmo është respekti plakut. Dhe kjo fushat synon që të ngrit vetdijen e respektit tek rinia jon, tek djemt dhe vajzat tona, kafshi pleqve, gjyshërve dhe prindërve tonë. Fatkeqësisht na ballafaqohemi vazhdimisht me tallje me pleq në për humore të ndryshme që përhapen në YouTube kanalet e ndryshme apo televizoret. Përballemi me injorim të dëshirave dhe mendimeve dhe vendimeve të pleqve. Ballafaqohemi me largim të tyre nga jeta e përditshme, izolim të tyre në shtëpit e pleqve dhe në forma të ndryshme, fatkeqësisht që jemi dëshmitar të tyre vazhdimisht në jetën tonë, në lajmet tona dhe atë që lexojmë në gazetat tona. Cili është qëndrimi i Islamit në lidhje me këtë? A është kjo vepër e shëndosh dhe e mirë apo është vepër e gabuar? S'ka dyshim se mos respekti ndaj pleqve është mëkat dhe është gabim të cilin na e qorton neve me të madhe feja islame, argumentet nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu që na bin shembuj të ndryshëm në Kur'an të pejgamberëve të Allahu që kishin të bëjnë me prindër jo musliman dhe respektin maksimal ndaj tyre si pleq dhe si baballar të tyre, duke mos i përcjell, duke mos i ndjek ata në kërkesat e tyre idhujtare dhe kërkesat që e shpijnë njeriu në mosbesim. Andaj Allahu dhul Jalal në Kur'an na mëson dhe na thot që mos e respekto në thirrjen që ta bën për gjuna dhe gabim, por sillu me ta mirë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk është prej nesh ai që nuk e respekton plakun, nuk e mëshiron triun dhe nuk ja din vendin respektin që duhet ja jep dietarit. Por nuk është pjesë e ummetit islam ai që nuk e respekton plakun. Andaj duhet ta ndëgjosh me vëmendje, duhet thithjesh nga përvoja e tij dhe duhet marrësh nga urtësia e tij. Ata me përvojën e tyre mund të na ndihmojnë neve. E kam thënë shumë herë dhe e përsëris. Ne si popull shqiptar, pjesa muslimane në te, nuk mund të prosperojmë të ecim para përderisa nuk bëjmë bashk përvojën e pleqve dhe elanin e të rive. Dhe kur të kemi këtë raport që në ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të respektojmë pleqt dhe të mëshirojmë të rit dhe të kemi një homogenizim mes nesh, do të kemi një zhvillim të madh përpara. Andaj duhet kujdesemi që
Mos dua them qefin pleqve për gjëra banale. Tu japi përparësi kur ecin, tu japi përparësi në xhami, tu japi përparësi në mexhlise, tu japi përparësi në vendime, se ata kanë një përvojë dhe bashkë me analizat tona mund të ndërtojmë dhe të ecim përpara. Fatkeqësisht, në mungesë të kujdesit ndaj prindërve dhe pleqve, kanë filluar fillimisht të komshit tonë një musliman, e fatkeqësisht në kohën e fundit edhe të vet ata që janë musliman vetëm me emër, shtëpit e pleqve. Tek muslimani nuk ka në hapësirë për shtëpi plaku institucion të këtillë. Pse? Sepse ai e mban vet kujdeset për te, investon në respektin ndaj tij. Një ditë duke shkuar nga zyrja në shtëpi, e shoh një komshi timin duke e marrë për dorë nanën e vet, e cila është mbi 80 vjet, dhe thot nana, duke bisedu, thot djali po më shikon shumë. I thash, ke investu të djali, andaj shikon. Prindërit kanë investu të na, gjyshërit kanë investu të na, andaj sot meritojmë për neve një respekt dhe një kujdes. E mos ndodh që të lihen në shtëpinë e pleqve me vuajtje shpirtënore, me mërzin e tyre, me mungesën e komunikimit me familjen e tij. Zoti mos e bëj që të ketë si dukuri në mesin e popullit tonë. Apo të ndodh ajo që është më e keqe. Sikurse e lexoja një rast kur isha në Norvegji, se një plak kishte mbetur vetë në shtëpi dhe vajza e tij jetonte larg me 100 kilometra nga shtëpia. Ai kishte 200 të vetët. Dhe normalisht duke jetuar në banesën e tij ka ardhur e gjeli dhe ka vdek. Dhe kanë mbet qend e mbyllur. Çka ka ndodhur? Duke mos pas mundësi qend të dalin jashtë të ushqehen, e ka ngrënë gjenazën e atij pronarit të vet. Dhe pastaj kur ka zgjat kjo me ditë dhe s'kan pas çka të hanë dhe kanë filluar të ulurojnë, e kanë ardhur kojshit, e kanë hap derën me dhunë dhe kanë pa vetëm eshtrat e pronarit të qendve kishin mbetur aty. A duhet ta bim gjendjen tonë nga mos respektin ndaj pleqve deri këtë nivel që të izolohen ata, të jetojnë të vetmuar, pa muhabet, pa askend, me të vërtetë është një pamje trishtuese që kam frikën duke mos e mësuar fen tonë, duke mos lexuar porositë e Allahut në Kur'anin Fisnik, dhe duke mos ndjekur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të vjen koha që ti praktisim pleq në shtëpitë e pleqve, e ata na nemin, na mallkojnë, e na të mendojmë se jemi çliruar për tyre, e as ata të jetojnë të lumtur, e as na të kemi fat në jetën tonë. Së një agjibabe në mesin e familjeve muslimane dhe një plakut në Evropë, e shohim dallimin e madh. Ky jeton në mesin e familjes, me djemt, bijat, me nipat dhe mbesat, madje me stërnipat dhe stërmbesat. Dhe jeton një jetë të harreshme, të begatshme, ku ka komunikim, ka ngrohtësi dhe ka respekt. Për dallim për plakut evropian, i cili jeton i vetmuar, gazetën në rrsjetull, qenin me veti dhe s'ka me ka komunikon dhe s'ka me ka bisedon. Nëse shef dikan rrugës flet me te, e shef dikan në kafene flet me te, kur shkon në shtëpi s'ka askend, jeton mes katër murave, i vetmuar dhe i mërzitur. Dhe e njëjta ndodh edhe me gjyshen dhe plakën evropiane, gjyshen muslimane, haxhinenen muslimane dhe plakën evropiane. Gjithashtu e vetmuar, e braktisur, pa burr, pa fëmijë, mirët me kujdesin për qenin, sepse s'ka për të kujdes për nipin apo mbesën. Për dallim pra haxhinenës, e cila do thotë është shembull e një nëne të devotshme, e një muslimane, e një punëtoreje, e një këshilldhënëse, e një antarit të familjes që përhap ngrohtësinë në mesin e familjeve. Janë të dallime që kur i kemi parasysh e shohim se çfarë efekte lanë tek mësimet islame dhe çfarë pasojë negative mund të vinë nëse na largohemi prej mësimeve islame. Elusim Allahun dhul xhelal që rinin ton të udhëzon, të jetë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm dhe të shprehë dashuri, respekt dhe ngrohtësi ndaj pleqve, nga pleqve që i njohim dhe atyre që nuk i njohim, dhe të na bën për atyre që mbjellim mirësi dhe mbarësi për të korë pastaj na mirësi dhe mbarësi në këtë dunjë. Zoti ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.